Pastrimi i mjedisit nga mjetet e lëna me vite rrugëve ka mbritur dhe në hapësirat detare të Sarandës. Me një operacion të posaçëm është bërë pastrimi i funddetit përreth bankinave, duke nxjerrë nga nën ujë 10 varka të mbytura e të lëna në vite në gjirin e Limionit, të destinuar tani si porti i anijeve të peshkimit. Operacioni u realizua përmes bashkëveprimit të Drejtorisë së Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës në Sarandë, me mbështetjen e Policisë së Rendit dhe Kapitenerisë së Portit Detar të Sarandës, për mundësimin e nxjerrjes nga fundi i detit dhe largimin e mjeteve që ishin lënë atje prej kohësh, përdorën mjete speciale dhe polombar. Përveç varkave të mbytura të braktisura nga hapësira e gjirit të Limionit, u larguan dhe mjete turistike që ankoronin në mënyrë të paligjshme atje, duke u dhënë të gjithë hapësirën për ankorim mjeteve të peshkimit të licencuara për këtë aktivitet. Mësohet se është nxjerrë nga nën ujë një mjet i mbytur, ndërsa një barkë e vjetër u largua nga bankina dhe 2 mjete u larguan nga territori i ujrave të portit. Aktualisht në bankinën e parë të gjirit të Limionit ankorojnë 6 anije fluga, 12 sanalle të vogla, si dhe 10 anije të gjuetisë së llojit Trata Koça. Sipas autoriteteve operacional, puna është duke vijuar për të kryer pastrimin e territorit të bankinës dhe mbajtjen në kontroll të ndalimit të ankorimit të mjeteve turistike përgjatë gjithë sezonit veror. Operacioni pastrimit të nëndetit dhe lënia e lirë e bankinave është mirëpritur ndërkohë nga peshkatarët e qytetit bregdetar jugor.